Zoti Berisha, Armand Rizan nga Syri Televizion, kam një pyetje. Ju deklaruat ditën e djeshme se me drejtuesit politik do të përfundonit raportin e Partisë Demokratike për farsën elektorale të 11 majit, dhe unë do t'ju pyes, ku do e dorëzoni dhe prezantoni këtë raport të cilin ju thekso se do e përfundonit me drejtuesit politik? Dhe a janë përfshirë dhe këto raste që ju keni denoncuar nga Selia? Faleminderit. Patjetër që janë përfshirë. Dhe ne po operojmë, për shembull, sot ne shpërndajmë raportin e updateuar paraprak. Raportin paraprak të updateuar, i cili në fakt në terma të tjerë është një raporti i ndërmjem. Raporti përfundimtar do bëjmë çdo gjë që t'jetë gati nga data 10 qershor. Por ndërkohë, ne si dokumenta i nisim që të gjitha në misionin e Odirit dhe misionet tjera vëzhgose. Ku do shkoj raporti përfundimtar? Raporti përfundimtar do shkoj në të gjitha kancelarit e vendeve anëtare të OSBE-s, vendeve anëtare të BE-s, vendeve anëtare të Këshillit të Evropës. Raporti përfundimtar do shkoj në të gjitha institucionet ndërkombëtare, konventat, dokumentat e cilave janë dhunuar në këto zgjedhje. Raporti përfundimtar do shkoj në të gjitha parlamentet, komisionet e jashtme të drejtave të njeriut, të parlamentet vendeve të anëtare të OSBE-s, të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës. Pra, këto janë destinacionet e raportit përfundimtar. Por për të mbajtur non-stop me të informuar, ne kemi operuar në raportin paraprak, tani kemi përgatit duke mbledhur të dhënat raportin paraprak të updateuar apo raporti në fakt i ndërmjem para përfundimtarit, dhe raporti përfundimtar do përpiqemi ta përgatisim midis datës 10 dhe 15 qershor me çdo kusht.